Aty arrit të kuptojë dhe profilet e kandidatëve, por dhe qasjen që kanë ndaj publikut. Denata, do qëndrojmë pak të debatet televizive, se besoj dhe japim shumë kohë ditën e sot, aq më tepër që dhe Besa Shahini, kandidatja e PSD, njëherësh edhe ish ministri e arsimit në vendin tonë, ka patur dhe akuza për televizionet që pse ata nuk e kanë ftuar, kur gara duhet jetë e barabartë. Shkëm në këtë momente në Prishtinë, në një nga qendrat e votimit, ku Vala Jazi, që është koleg gazetar nga të Varëbëria në Kosovë, bashkohet në këtë moment. Faleminderit që jemi na. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, një kënaqësi shumë e madhe në fakt që me pas mundësinë me raportuar edhe për juve këtë ditë po as të rëndësishme për neve Kosovën në fakt, por po besoj edhe për juve me qenë se na keni dhënë një rëndësi shumë të veçantë, Olva. Gjithmonë Kosova është çështja e ditës në diskutimet tona politike dhe jo vetëm. Val, sa i takon procesit zgjedhor, besoj ke bërë disa vizita, thënë këtë lloj forme, apo investigime në qendrat afër ku je ti. Si është situata atje? Ka patur interes apo është shumë herët për tu drejtuar qytetarët në kutivet tek kutitë e votimit, pra raste sporadike? Olva, në fakt harrova me e përmend që ne kosovarët gjatë tërë natës nuk kemi flajt, sepse gjatë ditës së djeshme kombëtarja e Shqipërisë na ka dhënë krenare dhe mishin kokër dhe për citatët është u vrejtë ndoshta një numër i pak të qytetarëve të cilët kanë zgjedhur me ardhmë me votu, po me qenë se jemi në orët e eshme të mëngjesit, disa familje që vinë nga qendra e votimit këtu në shkollën fillore Pajk Konica, konkretisht në Prishtinë, është një numër i vogël pra qytetarëve të cilët kanë zgjedhur me ardhmë me votu, por që gjithsesi fluksi pritet që të rritet orëve në vazhdim. Konkretisht në shkollën Pajk Konica, ku jam edhe unë, priten që të votojnë edhe kandidatët për komunën e Prishtinës, mbi të cilët është një garë shumë e fortë duke u zhvilluar këtu. Dhe që gjithçka është duke shkuar në rregull, vlen të thekët që kemi forca policore që vandej duke u kujdesur që procesi i votimit, i cili do të zgjatë deri në ora 19 në mbrëmje, është duke shkuar gjithçka me rregull. Sigurisht vlen të thekët, faleminderit për prezantimin, Vala Jazi ju flet nga Prishtina, që do të jemi në shumë komuna të vendit gjatë ditës së sotme, që do t'ju sjellim nga afër, bashkë edhe ndonjë deklarim të